ligji i procedurës penale neni 12 është i përcaktuar në atë mënyrë. Dhe provat nuk ka rëndësi se si janë krijuar, po ka rëndësi se si janë marrë. Në qoftë se të njëjtat janë marrë në mënyrë të ligjshme, atëherë ato mund të përdoren në procedurën penale. Dhe këtu do të kisha dashur që ta përmendi praktikën e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, e cila është ndërtuar në 3 raste kryesore. Është rasti Schenk kundër Zvicrës, është rasti i dytë Kan kundër Britanisë Madhe dhe është rasti i tretë Paris kundër Qipros. Në të gjitha këto raste është e njëjta situatë ku biseda të përgjuara në mënyrë të paligjshme janë përdorur si prova në një proces gjyqësor penal. Dhe Gjykata e Strasburgut ka gjetur se ato vetvetiu nuk e bëjnë gjykimin të jetë i padrejtë dhe jo fair për të pandehurin, për shkak se thot Gjykata Evropiane, në qoftë se këto prova i pandehuri ka pasur mundësi që ti kontestoj në procesin gjyqësor. Në qoftë se, Gjykata e ka marrë parasysh natyrën e të drejtës që është shkelur me këto prova, që është e drejta e privatësisë, nuk është për shembull e drejta për të mbrojtur nga tortura ose ndonjë drejtë tjetër, dhe e treta, aktgjykimi final nuk është bazuar vetëm në këtë provë, por ka edhe prova të tjera, atëherë nuk ka asnjë problem që ato prova të përdoren në procesin gjyqësor. Дали ако сега влечем аналогија со случајот за насилството пред центар, би рекле дека Груевски може да се противи на тоа дека телефонскиот со овој прислушуван телефонски разговор му е нарушена приватност и некое друго, не знам, човеково право, но доказот како доказ не би требало да биде спорен во судската постапка. Është tjetër gjë e drejta e privatësisë e zotit Gruevski për shembull, për të cilin ai mund ta kontestojë se i është shkelur, mund të kërkojë dëmshpërblim për atë, ndoshta edhe mund të fitojë dëmshpërblim. Освен ако друг процес не се докаже дека тоа е нарачателот на тоа. Ndërsa nga ana tjetër, domethënë ajo është e drejta e privatësisë së tij që është shkelur, po nga ana tjetër kjo nuk e bën të pavlefshme atë provë që del nga biseda e përgjuar për procesin që udhëhiqet kundër Gruevskit për dhunë në komunën qendër. Këtë dallim e bën shumë mirë Gjykata Evropiane dhe prandaj thot, ndoshta ka shkelje të nenit 10 që përcakton të drejtën për privatësisë, por nuk ka shkelje të nenit 6 që përcakton të drejtën e gjykimit fair dhe të paanshëm. Ne na intereson procesi gjyqësor është në rregull, e drejta e privatësisë është diçka tjetër dhe të mos harrojmë se Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut ka edhe një sër të tjera aktgjykime ku thot se interesi publik është më i rëndësishëm se sa e drejta e privatësisë së dikujt. Dhe është veçanërisht më i rëndësishëm se sa e drejta e privatësisë së politikanëve dhe të personave të tjerë publik. Dhe këtë e ka dëshmuar me një sër aktgjykimesh të tjera, si që është për shembull Hanover kundër Gjermanisë ose Ingjall kundër Turqisë e kështu me radhë. Do të thotë është me rëndësi që nuk mundet dikush të thirret në të drejtën e vet të privatësisë për të bërë diçka kundër interesit publik dhe për këtë të mos përgjigjet asnjëherë përpara. Тоа е пракса која што треба да ја следат и нашите судови. Ashtu neve na obligon kjo praksa.